Kryeministri Kristian Miskoski thot se nuk kanë emra se kush mund të jetë në vendin e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor për të cilët u dha votë mosbesimi para 2 ditëve në kuvend. Ai thekson se interpelancat janë bërë për shkaqe principielle dhe për faktin se besimi i qytetarëve në gjyqësor është vetëm 2%. Kryeministri shtoi se ata luftën e kanë me ata gjykatës dhe prokurorë që vazhdojnë të jenë, siç quajti ai, shërbëtor partijak dhe jo me shumicën ndërmuese të tyre, sepse të tjerët e bëjnë punën e tyre me ndershmëri. 95% e gjykatësve dhe prokurorëve janë njerëz të ndershëm që e bëjnë punën e tyre, që akuzojnë sipas ligjit dhe gjykojnë sipas ligjit, por fatkeqësisht ka dhe prej atyre që kanë mbetur shërbëtor partijak. Ata janë shërbëtorë të besueshëm të atyre të cilët në atë kohë i kanë propozuar për në ato vende, në të cilat janë zgjedhur. Posaçërisht do të doja të potencoj sjelljen e një prokurori, i cili para disa ditësh, në vend që të jetë mbrojtës i sundimit të ligjit dhe drejtësisë, zgjedhur të jetë shërbëtor i besueshëm të një partie e cila ka qenë gjatë në pushtet. Pasi që në kuvend u votuan interpelancat e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor nga deputetët e shumicës parlamentare dhe të levicës opozitare, nga partia VMROS tani kërkojnë që anëtarët e Këshillit të japin dorëheqje sepse, siç thonë, ata nuk kanë më legjitimitet demokratik për të punuar dhe vendosur.